Në Shkodër u zhvillua një aktivitet me rastin e ditës botërore të kafshëve, ku përcohen mesazhe për më shumë dashuri dhe përgjegjësi. Drejtori i Shërbimit Veterinar pranë Bashkisë Shkodër Sokol Malaj theksoi punën që po bëhet për sterilizimin dhe mikroqipimin e kafshëve, si dhe njoftoi hapjen një strehe të re krahas dy ekzistueseve. Prej prillit vitit kaluar që ne kemi nisur këtë proces, në bashkëpunim me shoqatën Spaying It Forward vazhdon sterilizimi deri më sot i rreth 500 qenve dhe është një procedurë që vazhdon në vijim, sterilizimi dhe mikroqipimi falas, gjej rastin që të bëj thirrje të gjithë qytetarëve të sjellin kafshët e tyre për sterilizim dhe mikroqipim falas, sepse janë më të shëndetshme dhe është një mënyrë për t'i regjistruar ato. Tashmë ne kemi 2 streha, Bashkia e Shkodër ka 2 streha për kujdesin trajtimin e kafshëve ndacake dhe strehimin e tyre dhe jemi në procedurë për strehën e tretë, e cila fillon shumë shpejt, jemi drejt përfundimit të procedurës dhe së shpejti fillon dhe ajo me një kapacitet rreth 100 qenë të tjerë përveç atyre 2 strehave që janë. Ajo do jetë shumë ndihmë për menaxhimin e situatës në qytet. Pastaj problemet me ardhjet e kafshëve në qytet janë të mëdha dhe së fundmi kemi pas një rast tjetër të lëshimit të disa kafshëve në qytetin tonë, akoma nuk janë të faktuara se prej ku vijnë, po merremi edhe me mbikëqyrjen e kësaj pjese në bashkëpunim dhe me policinë bashkiake dhe po përpiqemi që ta menaxhojmë sa më mirë situatën. Ky aktivitet u shoqërua me një apel të qartë për qytetarët që tregojnë kujdes, dashuri të rrisin numrin e adoptimeve për të dhënë kafshëve një strehë.